Çfarë punë bëri më vonë Sheqiri? Sheqiri firmë ndërtimi, me thënë drejt. Në firmë ndërtimi, u morë me ndërtim? Po, me ndërtim. Ka pas lëvizur dhe jashtë shtetit, po më shumë me ndërtim. Ku shkoi në emigrim? Ka pas shkuar në Greqi, mos gaboj, në Gjermani. Gjatë periudhës që ishit njohur ju apo? Jo, masi jena martuar me fjalë. Masi u martuat. Sa larg qëndronte nga ty? Qëndronte. Kishte raste vite, 6 muaj. Edhe me vite ka qëndruar larg? Po. Po nuk e ndjeja mungesën? Çfarë flisnit? Po tani e ndjeja mungesën, po tani ishin në rrethanat e jetës. Ju që në fillim jetuat veçmës? Po. Në Azia? Jo, kena jetuar me birrit mi fjalë, derisa Deri kur? derisa kam bërë këtë djalin e madh pastaj. Vendosi që birrit i ndante mi fjalë vëllezërit, që të shikoshin mi fjalë zi secili atë Terezinë e vet. Që mi fjalë kur punoshin mos të uzishin për diçka të vogël. Po atëherë kur tha babai jo, edhe Sheqirit i kishte thënë nëna jo, si e morët ju vendimin që të rinit bashkë? Ne u morëm mi fjalë, ne si ndodhi mi fjalë historia jonë mi fjalë që të dy palët jo, e rrëmbyem njëri tjetër mi fjalë, më rrëmbevi Sheqiri mua. Dhe ku shkot? Këtu ku jemi. Këtu ku jemi, e? Po. E mbajnë mend ditën e parë kur të ka rrëmbyer? Po, e mbajmë. Çfarë more me vete? Nuk kam marrë asnjë gjë. Po si, se këtë rrëmbimin e kam dëgjuar, po nuk e di asnjëherë se si ka ndodhur. Po çfarë ndodh? Ai thot, hajde do ikim të dy bashkë dhe... Po, ja ishte ai rrëmbimi mi fjalë që do ikshim, do jetoshim mi fjalë deri diku vetëm, mi fjalë që familjarët mos na pengoshin, po pastaj nuk u realizuan dot ëndrat edhe më solli këtu mi fjalë. Solli këtu ke shtëpia e prindërve të tij dhe pastaj nga frika, se ka qenë shumë mirë. Iku një 2 javë me thënë të drejtën edhe më la. Të la vetëm këtu? Edhe më la mu këtu me këto familjarët e vet. Si të mbajtën ata? Me thënë të drejtën se o gjuna me uqa, me u humbur, ma ka mbajtur shumë mirë, me thënë të drejtën, sidomos vëllai i tij, ka qenë një mbështetje shumë e madhe. Unë atëherë isha shumë e re, me thënë të drejtën, deri diku e mora mi fjalë jo si dashuri nga Sheqiri mi fjalë, po si refuzim, si gënjeshtër. Çfarë thon? Se tani patë frikë që do të linte? Jo që do të më linte mi fjalë, kisha atë frikën si nuk u përball mi fjalë me njerëzit e vet, po më la që të përballsha vetëm unë vetë. Çfarë i the? Nuk i thash asnjë gjë, i momentit që më sollën mi fjalë mu këtu, ai iku një 2 javë, nuk kena qenë kontakt fare me njëri tjetrin, e kupton. Po pastaj si ta shpjegoj? Vetëm se pyeste mi fjalë vllajën, a kam aty, a ma keni përzënë, e di. A mos i keni bën ai gjë, a keni rrafur, mos e dhunoni se unë atë e du. Ishte mi fjalë këto, që njerëzit e tij nuk ishin dakord, a kupton. Ishte momentit se deri vonë mi fjalë vishin, akoma s'ke ikur ti, Sheqiri ka një tjetër, është më e mirë se ti. Ta thonin edhe këtë? Po. Unë pavarësisht qëndrova e fortë, sepse e doja, me thënë të drejtën, edhe e mbajta mi fjalë ja ku jam sot, ja ku jam këtu, edhe jam shumë edhe e lumtur edhe pse nuk e kam, edhe besoj edhe ai do të ishte shumë krenare për mua. Që po rri mi fjalë përsëri me njerëzit aty, po i mbaj as mundësi sa kam. E ke më shumë si amanet këtë gjë? Për të mbajt njerëzit e tij dhe për të kujdes për ata? Jo, nuk e kam si amanet, thjesht mi fjalë që nuk dua mi fjalë as shumë, që kam kaluar vitet e tëra me Sheqirin, nga dashuria që kam pas me të, nuk dua që të zhgënjem vetë, a kupton? Deri që momenti të bëhet diçka për fëmijët e mi. Se nga Sheqiri nuk kam amanet, me thënë drejtën, diçka vetëm fëmijët mi fjalë që ka qenë momenti i fundit që më kalon amanet këto 2 fëmijë. Mi fjalë ka qenë kjo biseda fundit, që ishte kjo lamtomira e fundit, që mi fjalë të kam dashur, edhe do të dua, edhe pse nuk do të jem aty me ty. Tani ndalemi pak tek historia. Po. Sheqiri filloi punë. Po. Dhe më pas filluat dhe qëndruat të dy bashkë, po ndërtoni tjetën, pa çka se shkojnë në emigracion. Po. Çfarë pune filloi të bënte? Ndërtim, me thonë drejt. Gjithë jetën ndërtim. Sa orë punonte? Punonte 8 orë, 5 orë varet sipas punës. Kur shkonte në punë? Ora 6 e mëngjesit me 5. Dhe kthej në orën 5? Po, në 5 pas ditë. Kishte rastet që nga 5 deri në 12 natën.
Kishte rastet që mund të punonte edhe nga ora 12 e natës deri në 3 të mëngjesit, varet sipas punës. Ka shumë punonte? Po. Sillte shumë para në shtëpi? Po, sillt.